Vllaznia do të udhëtojë të dielën drejt Vlorës, aty ku në orën 18 do të ndeshet ndaj Flamurtarit. Në prag të këtij dueli që do të luhet në transfert për Kuqeblut, futbollisti shkodranëve Sherif Kallaku doli në konferencën për shtyp. Ai tha se vllaznia shkon vetëm për 3 pikët në Vlorë. Po, normalisht tani në fundin e kampionatit mendoj që çdo sfidë është e rëndësishme dhe çdo ndeshje është e vështirë. E dim që Flamurtari ka një ekip shumë të mirë pavarësisht pozitave. Mendoj që deri një ndeshje e vështirë dhe ne do të shkojmë atje 100% fokusuar. Po ne gjithmonë shkojmë vetëm për të fituar. Pastaj pavarësisht si mund të marrë ndeshja, siç e thash, për këtë arsye duhet të jemi vetëm të fokusuar dhe të mobilizuar për të shkuar nesër dhe për të nxjerrë më të mirën. Pastaj rezultati është edhe në dorë të Zotit. Jemi konsoliduar mirë dhe që është më rëndësishme është që kemi pas disa fitore radhësi, edhe kjo na ka shërby, kemi pas disa ndeshje pa pësuar gol. Që është më rëndësishme është që jemi 20 futbollistë dhe konkurenca është ajo që bën mua më të mirë, bën dhe shokët tjerë më të mirë. Kallaku shpreh se vllaznia duhet ta ketë mendjen vetëm tek ndeshjet e saj, ndërsa shtoi se ky është grupi më i mirë që ai ka luajtur ndonjëherë me ndonjë skuadër. Po ashtu, fantazisti i Kuqebluve kishte edhe një koment për tifozërinë shkodrane. Është shumë e sigurt që vllaznia është vetëm veten e saj dhe gjithmonë ne duhet ta shohim vetëm sepse edhe në rast gabimeve të kundërshtarëve nëse ti nuk fiton, atëherë ajo shikim që ti ke bërë për ta nuk vlen më. Kështu që ne duhet shikojmë vetëm veten dhe të jemi të fokusuar vetëm tek vetja. Mendoj ky është grupi që unë kam kaluar më bukur dhe më mirë bashkë me shokët e tjerë, duke marrë parasysh edhe jashtë fushë, sepse jemi shoqëruar shumë jashtë fushë, kemi neti grupi bashkum dhe kjo ka qenë shumë pikë fort për ekipin ton dhe kjo mendoj që na ka dhënë një shtys akoma edhe më të madhe. Mendoj që unë paktën e kam atë ndjesinë që vllaznia gjithmonë i ka pas tifozët, do i ketë gjithmonë, pavarësisht se shumica thonë jo, po kritikues, tifozi është pjesë e vllaznisë dhe kjo është gjë e bukur, unë gjithmonë e kam thënë dhe vetëm pres tifozë në stadium, sepse mendoj që ky qytet e meriton. Ndeshja mes Flamurtarit dhe vllaznisë do të luhet të dielën në Vlorë, duke nisur nga ora 18.